Në këtë edicion do të ndihni. Një femër në Gjakov ka raportuar se një person e kishte sulmuar dhe i ka grabitur 3 unaza prej ari dhe është larguar në drejtim të panjohur. Ekipi ynë është interesuar të marrë detajet të këtij rasti dhe ka konstatuar se gruaja është rënduar shumë nga ky person dhe si pasojë është duke marrë tretman në spitalin e Gjakovës. Sot ka filluar vaksinimi i personave nga 85 vjeç e sipër. Ky proces pritet të zgjasë 6 ditë duke përfshirë edhe persona mbi 80 vjeç. Mbi 1780 persona janë të evidentuar mbi moshën 80 vjeç në komunën e Gjakovës. Besim të moshat e shtyra dhe sjellim një kronik që kemi përgatitur në organizatën e pensionistëve në Gjakov. Aty thonë se po i respektojnë masat e qeverisë duke u mbrojtur nga COVID-19. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Një femër në Gjakov ka raportuar se një person e kishte sulmuar dhe i ka grabitur 3 unaza prej ari dhe është larguar në drejtim të panjohur. Ekipi ynë është interesuar të marrë detajet të këtij rasti dhe ka konstatuar se gruaja është lënduar shumë nga ky person dhe si pasojë është duke marrë tretman në spitalin e Gjakovës. Pas ditën e djeshme, një person i panjohur ka hyrë në këtë shtëpi të lagjës Sef në qytetin e Gjakovës. Me çasti ka sulmuar fizikisht pronaren e shtëpisë me inicialet EQ dhe i ka vjedhur stoli ari. Sipas policisë së Kosovës, i dyshuari me inicialet AK fillimisht ka kërkuar para nga gruaja e cila thuhet të jetë e moshës 68 vjeçare dhe pasi që viktima nuk ka pasur para, i dyshuari në fjalë e kishte sulmuar duke i shkaktuar lëndime, si dhe i kishte marrë 3 unaza ari. Në rrugën Qemeria këtu në Gjakov ka ndodhur një rast grabitje ku një dyshuar i komunitetit Ashkali ka sulmuar një grua të komunitetit egjiptian dhe ndaj të cilës ka ushtruar edhe dhunë fizike duke ja marrë disa stoli ari dhe pastaj është larguar nga vendi i ngjarjes. Me të marrë informatën, stacioni policor i Gjakovës ka dalë me gjitha njësitë të veta relevante, ka kry punë vendshqyrtimi në ngjarjes dhe pas një pune operative hetimore ka arritë që të dyshuarin ta vënë në pranga. Për shkak të lëndimeve të marra, viktima është dërguar në spitalin Isa Grezda ku edhe ka pranuar tretmanin mjekësor. Sipas familjarëve, gjendja e saj shëndetësore nuk është e mirë. Gjendja e saj nuk është edhe aq e mirë, për shkak se ka marrë lëndime të forta në kokë, në pjesë të fytyrës, edhe të pjesa buzëve, do me thonë që është e qa me krejtë edhe sipas doktorëve po thuhet që ka gjakderdhje të mendshme. Pas një pune intensive, hetuesit nga stacioni policor në Gjakov kanë arritur të identifikojnë dhe të arrestojnë kryerësin e mundshëm të kësaj vepre dhe gjatë fazës hetimore parapenale i njëjti e ka pohuar në tërësi veprën. Major Lumi tha se i dyshuari me urdhër të prokurorit të shtetit mbahet në ndalim policor. I dyshuari në vend ngjarjes ka hyrë i kamufluar, do duke shfrytzuar do të edhe çështjen e mbulesës fytyrës sa i përket maskave kundër pandemisë Covid dhe është bërë shqicimi i kamera, është bërë marrja e informatave nga dëshmitarët e rastit dhe pas një pune do të operative, hetimor është arritë që fillimisht brenda 2 orëve të identifikohet, ndërsa në intervalin kohor prej 5 orësh është arritë që të arrestohet i dyshuari dhe tani me vendim të prokurorit është në mbajtje. Përndryshe, Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakov po merr të gjitha masat e nevojshme për një ambient të qetë dhe të sigurt në zonën e përgjithësisë dhe gjithashtu do të vazhdojë të luftojë dukuritë negative sipas autorizimeve të parapara me ligj. Sot ka filluar vaksinimi i personave nga 85 vjeç e sipër. Ky proces pritet të zgjasë 6 ditë duke përfshirë edhe personat mbi 80 vjeç. Mbi 1780 persona janë të evidentuar mbi moshën 80 vjeç në komunën e Gjakovës.
Tefik Jakupi me bashkëshorten u drejtuan për në qendrën e mjekësisë familjare Qabrat me qëllim që të marrin vaksinën e cila shërben për mbrojtjen ndaj virusit COVID-19. Krejt kjo pasi që nga dita e sotme ka filluar vaksinimi për personat mbi 85 vjeç. Pasi përfundoi këtë procedurë, 87 vjeçari përcolli një apel për të gjithë ata që janë në moshë të shtyrë. Sugjeroj që edhe moshatarët e mi, edhe më të ri, mirë është mi po. Për arsye se vetëm shkërka mira. Ti personalisht apo ne është mirë tash që Shumë bukur, gjithmonë jam një mirë. Kur s'kam pas probleme. Gjatë shëndrimit në qendrën e mjekësisë familjare në Gjakov, hasëm edhe në punëtor shëndetësor, të cilët kishin ardhur me po të njëjtin qëllim. Vendosa se po është dhe kolegët edhe të po rrethen edhe nuk kam qenë infektuar asnjëherë me Covid. Edhe vendosa mi bo në kone imunizune ose mbrojtun për ndaj këtij virusi. Këshillat para dhe pas vaksinës nuk munguan as nga ana e doktoreshës Vjollca Shasivari, e cila punon këtu si specialiste mjekësisë familjare. Pas vaksinës në vendin e vaksinimit mundesh mi majt një leckë ose me acid borik të ftoftë ose kamomile, çaj kamomile të ftoftë. Kur të fillojnë dhimbje të kokës, në qoftë se kime pas, janë veprime anësore të vaksinës, paracetamol, shumë lançe me pi, edhe të kalon. Mundesh me pas një temperaturë të lehtë, ethe, dhimbje të muskujve, dhimbje të eshrave. Se ky proces po shkon për së mbari, e pohon edhe Makfirete Berisha, infermiere kryesore e vaksinimit. Procesi vaksinimit po shkon në rregull, gjithçka është duke shkuar sipas plan programit që kemi përgatitur më herë. Një raport më të detajuar rreth kësaj nisme ka dhënë edhe Afërditas Pahiu Shlaku, drejtoresha e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Ajo ka thënë se deri në orën 12 janë vaksinuar 13 persona. Me datën e 8-9 do të vaksinohen mbi 85 vjet, pastaj me datën 11, 12, 13 do të vaksinohen edhe grup mosha tjera 80 deri në 84 vjet. Kisha me bo një apel tek punëtorët shëndetësor, pasi që është e vetmja armë kundër mbrojtjes ndaj COVID-19 që të vaksinohen edhe gjenden e vijën e parë të frontit. Ritheksojmë se vaksinimi në Gjakov është duke u bërë në qendrën e mjekësisë familjare në Qabrat. Mbesim të moshat e shtyra dhe sjellim një kronik që kemi përgatitur në organizatën e pensionistëve në Gjakov, aty thonë se po I respektojnë masat e qeverisë duke u mbrojtur nga COVID-19. Qeveria e Kosovës ka miratuar këtë hënë masat e reja kufizuese anti-Covid. Tubimi njerëzve nuk lejohet më shumë se 10 persona dhe patjetër që numri duhet të jetë I reduktuar. Një nga vendet që është mjaft I frekuentuar nga njerëzit është edhe organizata e pensionistëve në Gjakov, ku mes tjerash thuhet se gjendja është mjaft stabile. Ne me atë sa po mundohemi që masat e fundit që ka marrë qeveria Kurti 2 ti zbatojmë me përpikëri dhe mund t'ju them me përgjegjësi të madhe se pensionistët ka I përmban këtij orari që neve e kemi aplikuar tash për tash në organizatën tonë të pensionistëve. Derisa më parë kemi hap këtë lokal prej orës 8 të mëngjesit, tash kemi reduktuar në vetëm 2 orë paradite, 12 deri në ora 14 dhe pas dite ndodhë që të mos e hapim as pak. Nga kjo situatë mjaft alarmante për gjithë globin është bërë shqetësuese edhe për gjithë pensionistët, por fatmirësisht ata kanë edhe mjekun I cili në rast të simptomave I drejton tek mjekët kompetent për COVID-19. Për fat të mirë se ne e kem të angazhuar një mjek të përhershëm këtu me që kujdeset për shëndetin e pensionistëve, por që me temë tani nuk kemi pas më ndonjë rast më të infektuar apo më të ndonjë pensionisti më ton, antar më të shoqatës, si të rregull që vinë. Nga këtu u apelua që të gjithë pensionistët të respektojnë masat parandaluese ndaj COVID-19. Të shumta janë paqartësitë rreth vaksinimit anti-Covid, kështu është shprehur kryetari I Odës së mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu. Ai ka shtuar se edhe organizimi është I dobët dhe po ka hezitim të mjekëve për të marrë vaksinën.
Mos vaksinimi masiv i mjekëve në vend ka ardhur si pasojë e një organizimi të dobët institucional, kështu ka thënë kreu i odës së mjekëve Pleurat Sejdiu. Ai po ashtu ka pohuar se ka një hezitim të stafit shëndetësor për të vaksinuar për shkak të paqartësive rreth këtij procesi. Është prit një numër ma masiv i vaksinimet. Kjo ka qenë pak surprizë, pse nuk është bërë, janë disa faktorë aty. Një organizimi dopt, sidomos në qendrën klinike universitare. Sipas kreut të odës së mjekëve, kuadri i mesëm i mjekëve ka shfaqur hezitim për vaksinën AstraZeneca, por që ai siguron se rrezikshmëria për komplikime pas marrjes së saj është minimale. Është Instituti i Shëndetit Publik me dhonë përgjigje se masakohet të negativizimit do duhet të mirë vakcina, apo niveli antitrupave sa do duhet të jetë që të mirë, apo nuk duhet të mirët për 1.050, apo sa është ai niveli kvalifikimit për dhonën e plazmës për ata të cilët janë të shtrim me infekcion në spital. Dhe këto kanë bo që pak a shumë të hezitojnë. Sejdiu ka bërë të ditur se të dielën është vaksinuar vetë dhe ai dhe nuk ka pasur asnjë problem të shfaqur. Unë për vetën time e ka marrë do të dielën tani, veç që 50 reakcione normale, si çdo vaksinim, ta banalizojmë edhe vakcina e fruthët jep reakcione, dhe normal ditën e dytë vetëm se më kanë dalë në punë pas një problem. Normal duke u bazuar se nuk kemi pasur masa restriktive apo dhe ato që kanë qenë nuk janë respektuar apo implementuar dhe unë mendoj që mund të pritet edhe një rritje e kurbës mbi mesatare normale të këtyre javëve. Prandaj nuk duhet të relaksohemi dhe këto masa që janë marrë ndoshta mund ta fusin në kontroll shpërndarjen e më tutjetshme, sidomos kur bëhet fjalë që profesionistët tanë, ekspertët e lëmiz vetëm se kanë ngritur alarmin se varianti britanik është rrit, i cili është mbi 70% më shpërndar se varianti origjinal, ka përfunduar Pleurat Sejdiu. Po thuaj se çdo muaj në kliniken e onkologjisë gjatë këtij viti janë diagnostifikuar rreth 140 persona me sëmundje malign, prej tyre për 3 muajt e parë e të vitit janë infektuar me COVID-19 më shumë se 60 pacient, prej tyre të cilët trajtohen në onkologji. Asnjë nga të infektuarit nuk ka humbur jetën nga ky virus. Drejtori i klinikës së onkologjisë Ilir Kurtishi tregon se gjatë vitit 2020 janë regjistruar 1370 raste të reja me kancer dhe numri i atyre që kanë qenë të infektuar me COVID-19 deri në fund të vitit të kaluar ka qenë mbi 350. Po ashtu Kurtishi tregon se gjatë ditës në këtë periudhë, klinikën janë duke frekuentuar mbi 150 pacient, që i bie se të njëjtit shretër shfrytëzohen 3 deri në 4 herë. Pra numri i sëmundje malinje ose rastet reja që ne identifikojmë sillet do të nga muaj në muaj prej 120-140 raste të reja të sëmundje të lokaliteteve të ndryshme, ku zakonisht dominon të femrat kanceri i gjirit, kurse të meshkujt prapë dominon kanceri i mushkërive dhe me njerë pas këtyre dy problematikeve të dy gjinit vjen kanceri i zorës trash dhe kanceret e organeve gjenitale të cilet janë problematik në vetet e femrat. Mëtej, drejtori i onkologjisë bën të ditur se deri më tani nuk ka pasur raste të cilat kanë qenë duke u trajtuar në klinik, e që të njëjtit kanë humbur jetën si shkak i infektimit me COVID-19. Nga janari do të kemi prapë raste të reja të pacientë cilët duke marrë kimioterapi ose kur bëjnë kontrollat e ne, na lajmërojnë që janë të diagnostikuar edhe me COVID, do të infektuar me COVID, dhe ato raste të cilët janë duke marrë kimioterapi dhe kanë COVID ne i ndërpresim mjekimet onkologjike derisa të shërohen nga infeksioni dhe pastaj vazhdojnë. Fluksi i punës është shumë i madh klinikën tonë, ne kemi punuar gjatë gjithë kohës së pandemisë. Veç tjera, Kurtishi thekson se deri në fund të prillit pritet instalimi i aparaturës së re të radioterapisë, për çka shton se ka nevojë edhe për një aparaturë tjetër për shkak të numrit të madh të shërbimeve. Kosova e Shqipëria janë në luftë të vazhdueshme për sigurimin e vaksinës anti-Covid. Kështu është shprehur ambasadori i Republikës së Shqipërisë në vendin tonë, Qemal Mingjozi.
Ambasadori shqiptar në Kosovë Qemal Mingjozi ka thënë se Kosova dhe Shqipëria kanë pasur problem sigurimin e vaksinës anti-Covid, por që sipas tij, të dy vendet janë në luftë të vazhdueshme për të siguruar sa më shumë doza të kësaj vaksine. Gjithë Ballkani lufton për gjithë bota për vaksinën. Ju dini që ka pasur probleme kudo në rajon edhe më gjerë edhe në Evropë për sigurimin e kësaj vaksine, por duhet kemi parasysh që është një luftë e vazhdueshme për çdo qeveri. Për çdo qeveri, si këtu, si në Tiranë. Tutje Mingjozi ka bërë apel në respektimin e masave edhe përkundër se ndërmjet të dy vendeve nuk ka nevojë për teste për të kaluar kufirin. Është një diçka që është vendosur prej muajsh, që midis Shqipërisë dhe Kosovës nuk do të ketë ndalime të qytetarëve, që do të thotë nuk ka nevojë për të pasur teste reciproke në kufi, ose për të paraqitur dokumentacion që është bërë një test si në Tiranë, Prishtinë, kudo. Prandaj kjo është një diçka pozitive, por që do të thotë gjithsesi që duhet jemi të kujdesshëm me masat. Pra Kosova e Shqipëria janë në luftë të vazhdueshme për sigurimin e vaksinës anti-Covid, është shprehur ai. Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat, Jusuf Azemi, tha se kanë bërë kërkesë për takim me kryeministrin Albin Kurti. Ky takim Jusufi pret që të ndodhë javën e ardhshme. Sipas tij, qeveria Kurti ka premtuar 350 euro pak për punëtorët e sektorit privat, duke shtuar se pret që vendimi të nënshkruhet me 1 maj. Ne zyrtarisht kemi bërë kërkesë për takim, unë e kuptoj që kryeministri vetëm sa ka ardhur, ndoshta nuk do të jetë prioritet ne, por shpresojmë që ndoshta javën e ardhshme do të bisedojmë, do të ulmi. Ne gjithherë po thirremi atë se kryeministri i Kosovës vitin e kaluar ka pretenduar dhe ka premtuar që paga e punëtorëve të sektorit privat të jetë 350 euro. Andaj unë e inkurajoj kryeministrin e Kosovës që ndoshta do të jetë një ditë simbolike që kjo pagë të nënshkruhet në pikërisht në datën 1 maj kur është dita e punëtorëve, që këta punëtorë në farforme të jap një trovë vullnet ose të jap një trovë fuqi për punën që janë duke e bërë. Sipas tij, rënja rasteve të infektuarve jep sinjal se Kosova është duke shkuar në rrugë të mbar. Tutje, ai tha se tani punëtorët e sektorit privat po e paguajnë faturën e atyre të cilët po luftojnë për pushtet. Tani sjellni mendimet e disa banorëve të Gjakovës për masat që ka marrë qeveria e Republikës së Kosovës për të parandaluar infektimin me virusin korona. Masat janë rigoroze, thon ata, por fundi-fundit shëndeti është prioritet. Edhe pse lëvizjet e qytetarëve janë ralluar, automjetet nuk po ndalojnë së qarkulluarin. Në qytetin e Gjakovës, atmosfera është më e qetë se sa që jemi mësuar ta shohim në vazhdimsi. Qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Shëndetësisë, ka rikthyer në fuqi një sër masash, krejt kjo me qëllim të parandalimit luftimit të virusit COVID-19. Mirë po, si kanë pritur disa prej qytetarëve të Gjakovës këto masa, dhe janë duke vepruar ata konform masave parandaluese të COVID-19, t'i ndjekim prononcimet. Qytetarët duhet ta marrin me seriozitet, sidomos qytetarët e Komunës së Gjakovës, se rastet kanë filluar me të vërtet më rritin numrin qetësues, edhe mendoj që është në rregull, se duhet mi respektu, sepse numri është shumë më i madh dhe numri i vdekjeve po rritet çdo ditë. Janë të mjësuara për ndalimin e përhapjes së virusit, Covidit virusit, dhe edhe pse këto masa në farë mënyrë po ndikojnë shumë negativisht tek populli edhe tek punësimi, sepse po ndërprehet vëmtaria, puna. Dhe kështu gjendja që është e varfër, po kisot edhe matutje, po në anën tjetër domosdoshmëria për me ndërmarrë masa për parandalimin e Covidit të shumë mirësardhë. Një tjetër qytetar po thotë se populli duhet të vedisohet në mënyrë që numri rasteve me COVID-19 të bija. Dikush atë hub shumë, dikush po fiton. Nuk është për të gjithë njëjtë. Gastronomia kjo ka rënë zero. Kjo duhet me shku pak për të gjithë njësoj. E më vjen keq shumë. Se kur gjo mirë as kjo qeverisi u formuar nuk ashtu punu për popullin tonë.
as me vaksinim, as me kur një sanheq, mirë nuk ka të shkon këtë punë, këtë qytet toni. Për disa raste është shumë negativisht, për shkak se bizniset mvarren familjarisht nga ata, kurse për anën tjetër është pak a shumë e mirë se zvoglohet numri, për shkak që është ndrit shumë kohë e punës. I respektoj mosat e qeverisë, se është për arsye që për të mirën tonë, është për parandalimin e Covidit, se që shpëshijet në ditëve në vijem ka shumë rasta, edhe qeveria ashtu e bënin punë shkëlqyshme se punën e maskave të pandemisë, mbylljen e lokaleve, se këto mund më konë arsyet më të bëha që kishin mujtë më rritë rastet, në qëfëse nasi i respektojem. Sa i përket vlerësimit të gjendjes tanishme dhe mosave të cilat i ka parapor dhe i ka ndërmarrë qeveria, mendoj që janë të duhura, duke pas parasysh situatën dhe numrin e përditshëm të infekturave me Covid. Vërtet janë masa rigoroze, por fundi-fundit shëndeti është prioritet për gjithë secilin, thot një tjetër qytetar. Për ekonominë është shumë dot, ashtu kështu mirë se njerëz janë boll pa punë, boll është me skomi edhe tash këto masa ka shtrebta, kanë mujnë është në mënyrë pak më thjesht, që mos mi mbyll bashkë gjitha qështu. Po, ta din vetë, ta provojmë ashtu, dhe në qëfë si ka përmjësime mirë, është mas jo për shëndetin e poplit, nuk ka kesh, ajo, qëfë si ka sukses. Qeveria ka bo mirë, se shëndeti është njëra ma mirë për të gjithë neve. Virusi që është tani për tani, si të themi në rangun e parë duhet vetë na, me njërë populli u shliru se ta nuk hek pandemia. Pandemia nuk hiqet për 2-3 ditë. Pandemin duhet të mbrojmë na vetë, na duhet të mbrojmë vetë si njerëz. Sa askush nuk të mbrojmë ty përveç vetes. Kjo është një smundje në gjithë e paparashikueshme. Do më thonë, kjo nuk shifet, është smundje që nuk shifet. Atëherë thatë, na vetë duhet të mbrojmë. Kujtojmë që zbatimi i masave parandaluese ka filluar nga data 7 e do të zgjas deri më 18 prill. Sot kudo në botë komuniteti rom shënon ditën ndërkombëtare. Në Kosovë romët janë pjesë e pandashme të kaluarës, të sotmës dhe të ardhmes tonë. 8 prilli këtë vit shënon jubileun e 50 të ditës ndërkombëtare të romëve. Ndonse në kohë pandemie, kjo ditë është shënuar me aktivitete të ndryshme edhe në komunën e Gjakovës gjatë tërë javës, mbi të cilat na tregoi më tepër Emra Cërmjani nga Roma in Action. Javën e kemi hapë me ndërim të ambasadorëve të komunitetit rom, 4 intelektualëve të cilët tashmë janë të ndjerë, profesori Nejip Menekshë, Ibrahim Elshani dhe 2 deputetët e komunitetit rom i pari në parlamentin e Kosovës që ishte Haxhi Zulfi Mërgja dhe tashmë i ndjeri deputeti Paçaku. I kemi ndëruar me homazhe në mënyrë që jeta dhe veprimtaria e tyre të jetë inspirim për neve si aktivistë të ri dhe intelektual të ri të komunitetit rom me të cilën punojmë në përmirësimin e pozitës së këtij komuniteti. Përfaqësues të komunitetit rom sot janë pritur edhe nga krerët të shtetit të Kosovës për nder të ditës së tyre. Tek zotri Konjufsa kam qenë personalisht edhe pjesë e delegacionit ku jemi takuar, ku në radhë të parë fillimisht jemi uruar nga zotri Konjufsa për ditën ndërkombëtare rome 8 prillin, ku në të njëjtën gjohë kemi marrë edhe garantimin e punës të cilën do ta bëjë zotri Konjufsa në përmirësim dhe respektim të legjislacionit që i garanton të drejtat e komunitetit rom. Mirë po në të njëjtën gjohë, unë si pjesë e delegacionit kam kërkuar që zotri Konjufsa dhe Parlamenti i Republikës Kosovës të ketë vëmendje në shtuar në monitorimin e ligjit antidiskriminim, një ligj të i cili është një fuqi, mirë po nuk ka një monitorim të duhur sa i përket zbatimit të këtij legjislacioni. Kongresi pa Rom është mbajtur në vitin 1971 në Londër dhe që nga ajo ditë romët kanë luftuar vazhdimisht për përmirësimin e pozitës së tyre në shoqëri. Ata kanë kontribuar në shumë procese të rëndësishme të shtetërtimit të Kosovës. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim.
Para se të ndahemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Një femër në Gjakov ka raportuar se një person e kishte sulmuar dhe i ka grabitur 3 unaza prej ari dhe është larguar në drejtim të panjohur. Ekipi ynë është interesuar të marrë detajet të këtij rasti dhe ka konstatuar se gruaja është rënduar shumë nga ky person dhe si pasojë është duke marrë tretman në spitalin e Gjakovës. Sot ka filluar vaksinimi i personave nga 85 vjeç e sipër. Ky proces pritet të zgjasë 6 ditë duke përfshirë edhe persona mbi 80 vjeç. Mbi 1780 persona janë të evidentuar mbi moshën 80 vjeç në komunën e Gjakovës. Mbesim të moshat e shtyra dhe sjellim një kronik që kemi përgatitur në organizatën e pensionistëve në Gjakov. Aty thonë se po i respektojnë masat e qeverisë duke u mbrojtur nga COVID-19. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syri-vizvizion.tv. Mirupafshim.